të gjithë prindrit, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht partive të cilat besojnë ose nuk besojnë, pavarësisht simpative apo inatave, nuk duhet shohin majtas dhe djathtas përpara sa nisen drejt kutisë votimit, por duhet shohin poshtë, duhet shohin fëmijët e tyre, duhet i shohin në sy dhe duhet t'i thonë vetes çfarë duhet bëjnë ata me votën e tyre për fëmijët që nuk votojnë dot. Dhe çfarë duhet bëjnë ata sot kur e ka dashur fati ynë që ëndra jonë, përpjekja jonë, puna jonë të përputhen edhe me dëshirën dhe interesin e tyre që kanë hapur derën për ta bërë pjesë të asaj shtëpie dhe që kanë rënë dakord me ne që nëse ne jemi të aftë të përmbushim të gjitha detyrimet dhe të mbyllim negociatat deri në 2027, brenda kësaj dekade të jemi antar të Bashkimit Evropian. Ky është treni i historisë që ka ndalur përpara nesh. Dhe Shqipëria e ka humbur jo një herë trenin e historisë. Nuk duhet ta humbë dhe nuk mund ta humbë këtë tren. Shqipëria ka qenë jo një herë në buzë të kapërcimit të madh dhe papritur është kthyer në buzë të humnerës madhe. Dhe prandaj këtë herë ne nuk kemi asnjë mundësi tjetër përveç se të krijojmë shumicën më të madhe ndonjëherë për t'i dhënë Shqipërisë fuqinë më të madhe ndonjëherë për të negociuar marrëveshjen me Europën dhe për t'i çuar një mesazh shumë të qartë të gjithë atyre burrave dhe grave që vinë si udhëheqës të Europës në 16 maj në Tiranë, që ne, populli shqiptar, me një zë, vendosmërisht, duam që të jemi pjesë e familjes së bashkuar europiane dhe duam tani, nuk presim më.